Se na kena besu në Allahun për shkak se ajo është meritor me besun të. Në Allahun e adhurojmë për shkak se ajo është meritor për të adhuruar. Jo për shkak të interesit. Nëse më jep ty në... Jo kështu. Se Allahu gjithë na jep. Po njëri nuk është mirënjohës, nuk ka vlerësues i begative. Andaj të ndërrohet vëllezër, çfarë do situata që të vjen, në çfarë do rrethona që të je, ai i ri, ai i vjetër, i martuar, i pa martuar, me fëmijë, pa fëmijë, shnash, smut, i varfër, i pasur, në pozitë, pa pozitë, në vend tonë, në udhëtim, musafir, kudo që të je, një je, robi Allahut, vjen namazi e fali, vjen harami e refuzoj, vjen e keqja të mjo, vjen e mira thon po, që kë jam, nuk ndryshoj. Pavarësisht situatave. Këta ndryshon, që ata dështuan. Ai që ndryshon në bazë rrethanave interesit dështon. Ai që është parimor, që ai shpëton. Andaj pse këta dy dështuan? Pse dështuan? Pse kur kënd varfër e ulshin kokën o Allah limana. Kur i dha Allahu xhallahu ala than vetë kena bëu. Allahu s'na kanë imu Zotin, vetë kena bëu. Andër Allah i dënëve. Se i kapi me një mallësia dhe arroganca me pasurinë që i kishin. Besimtar nuk ka kështu. Sa ma i dishëm, ma i përullun. Sa ma i pasun, ma modest. Sa ma i sprevuar, ma durimtar dhe ma falëndrues. Që kjo muslimani? Në gjithë situatë. Në kjo shemë në mësën që shë edel. I edel duke qenë në robi Allahot parimor në gjithë situatë. Pa ambarësisht rrethanave, furtunave, fjalëve e kështu më radhë. Muslimani pa ndryshueshëm. Dhe e tretë ndërru vëzër, që në përmenë sot me mbyll me këtë është, se krasë situatës që ata e patën, vështirë, e pamë që Allahu janë ndërë i gjendin. Edhe kur Allahu janë ndërë i gjendin, e patë së letë ndërë, me një prekje, për të kuptuar se për Allahu në gjithë ka është e letë. Allahut nuk i duhen procedura, nuk i duhen mjetë, nuk i duhen argat, nuk i duhen, a i vetë bënë që ka dënë. Prandaj bindja jo në Allahun te bareke ve teala, mendimi mirë për Allahun xhallahu se gjithë na animon, s'diu ne kur, ama na animon. Bindja mirë për se Allahu na përkra, është e duhura që të ndihmon me ia don situata ndryshme. Ndërsa